Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugajgjini. Bashkë po takohemi përsëri e kësaj radhe në fshatin Rakaj të komunës së Ferizajit. Fshat ky me karakteristika të veçanta e një ndër fshatet të cilin e karakterizon humaniteti. E për më shumë ju vazhdoni të ndiqni historinë në vazhdim për detaje të tjera. Faleminderit nga ju që keni gjetë kohë dhe mundësi për zhvilluar intervistë për historikën e fshatit Rakaj dhe shkollën Dardania në fshatin Rakaj. Unë jam Zikri Burniku, përndryshe drejtori i shkollës. Atëherë, am tregon pak a shumë për historinë e këtij fshati nderuar. Sipas historikut dhe sipas informacioneve që i kemi të evidentuara në libër dhe në shënime të ndryshme nga banorët e fshatit, thuhet se deri në vitin 1925 banorët në këtë fshat kanë qenë shqiptarë. Nga viti 1925 është kolonizuar me banorë serb dhe malazez, ndërsa në vitin 1960 ka ardhur banori i parë nga fshati i Xhancë dhe është vendosur në Rakaj, i cili quhet Halim i Xhancë, i Ndjeri. Është banori i parë që ka ardhur? Banori i parë, domethënë fillimisht ka qenë me shqiptar, pastaj me kolon, edhe masanej janë kthyer prapë shqiptar. Pastaj është rrit numri i vazhdueshëm dhe aktualisht tash janë të gjithë banorë shqiptar, janë mbi 460 familje apo shtëpi dhe diku 1350 apo 60 banorë, sipas rrësimeve të fundit. Am tregon pak se sa është i banueshëm ky vend e cekit, se është një numër goxha i madh, po tash kjo shpërngulje kohëve të fundit që është u bë një fluks i madh në Kosovë, sa e ka prek edhe këtë fshat? Këtë fshat shpërngulja ka prek edhe më herët, edhe nga vitit 1979 e tutje, ku shumë banorë nga fshati Rakaj kanë shkuar në mërgim në vende ndryshme të perëndimit, por megjithatë jetën e kanë zhvilluar edhe këtu. Ka lëvizje të shumta, ka edhe dalje nga fshati në qytet, por pas luftës ka edhe ardhje të shumta nga vendet e Marsisë. Do me thonë, ky fshat është i populluar prej 30 fshatrave. Të ardhur nga vendet malore. 30 fshatra? 30 fshatra e bëjnë këtë fshat. Mund të themi se është një fshat goxha i banueshëm. Është i banueshëm. Kryesisht banorë që jetojnë këtu me çka merren? Me blegtori, bujqësi? Mirën, ka familje që i mirën edhe me blegtori, me bujqësi, po mirën edhe me punë të tjera. Ka që mirën me bujqësi, ka shumë familje, por shumica e banorëve punojnë në vende të ndryshme. Private, mandej edhe publike ma pak, po private pak ma tepër. Po kemi edhe banorë që janë edhe jashtë Kosovës. Ka edhe numër, të sin krejt vende tjera. Bile mund më thonë thuja se për gjysmë. Ju tha se ju jeni lindur këtu, keni jetu këtu gjithmonë edhe punoni këtu, tash si drejtori i shkollës Dardania. Am tregon pak a shumë si e kujton këtë fshat, themi, prej fëmirisë, prej vite më parë, prej kalumës. Është e vërtetë që unë këtu kam lind, jam rrit, jetoj dhe banoj. Shkollën fillore kam kryer në fshatin Rakaj, kam ndaj 4 vjeçare, 10 vjeçare kam kryer në shkollën e Gaçkës, shkollën e mesme në Ferizaj, studimet në Prishtinë në Fakultetin e Filozofi dhe Sociologji. Në shkollë jam punësuar në shtator vitit 1992. Deri tash. Aktualisht përvoj puni kam 32 vjetë e gjysmë, ndërsa drejtar jam që 16 vjetë. Jeta në fshat, po thamë, në kohën e fëmirisë ka qenë shumë atraktive, shumë e dashur, sepse ka qenë një afërsi, një përkushtim, një bashkëpunim në mes neve, edhe si fëmijë, po edhe si rini. Sepse kemi zhvilluar aktivitetet të ndryshme, mbi të gjitha aktivitetet sportive, kur rinia e fshatit e ka një dëshmi që gjatë lojrave sportive të futbollit sidomos ka pas edhe rezultate edhe suksese të larta. Prandaj kjo mbetet si më thon, një nostalgji, si një kujtim shumë i bukur.
Po ndër vite sa shihni ndryshime, themi prej gjeneratës në gjenerat, të marrë parasysh edhe ndryshime që ka ndodhë në fshat? Apo nuk ka diçka shumë ndryshe prej... Kemi ndryshime të shumta. Në radhë pa po them infrastruktura nuk ka qysh ka qenë në kohën e fëmirisë dhe të rinisë, është pak më e rregulluar, më standardizuar, nuk e kemi pas shkollën këtu në qendër të fshatit, sepse kemi pas një shkollë të mëhershme të vjetër në periferi të fshatit, këtu e kemi ndërtu vetë shkollën, është një ndryshim që duhet cekët. Themeli i shkollës ka fillu me 5 gurë vitit 1990 me kontributin e fshatarëve, për të pushtuar për shkak situatës politike për 3 vite, ndërsa është reaktivizuar më vonë, ndërsa me 15 prill vitit 1996 nga shkolla e vjetër për herë të parë kemi ardhur me vendosur në shkollën e re, të aftësuar me 4 klasë mësimi dhe një sallë të arsimtarëve. Pas luftës, me ndihmën e USAID amerikan dhe Adrës, shkolla është bën gati plotësisht me të gjitha klasët dhe procesi mësimor që nga ajo kohë, vitin 2000, ka filluar me ndërtim. Edhe tash aktualisht procesi mësimor e zhvilluar me ndërtim. Risi tjetër është ndërtimi i xhamisë së fshatit, edhe kjo është bërë me vetë kontributin e banorëve dhe sot i kryjmë obligimet fetare me rregull. Po ashtu edhe rrugët të cilat kanë qenë me zhavër, edhe ata disa rrugë i kemi bën me ndihmën e komunës, po edhe vetë me asfalt. Më vonë me ndihmën e Kuvendit Komunal të Ferizajet janë shtruar edhe disa rrugësa dhe thuajse të gjitha rrugët. Po ka edhe disa pjesë të rrugësave që duhet shtrohen. Kjo e bën një ndryshim apo një krahasim më pozitiv në krahasim me kohën kur kemi qenë fëmijë edhe rini. Sa nxënës sa numrën gjithsejt kjo shkolla? Aktualisht shkolla i ka 109 nxënës, përfshin edhe klasën përjetore dhe 25 punëtor. A më tregon pak se cila është një prej karakteristikave kryesore të këtij fshati, për çka mundemi me thonë se njihet më shumë te prej fshatrave tjerë, çka e veçan prej vendeve tjera? Në aspektin e infrastrukturës, e thash, ajo që është një ndryshim, ndërsa diçka më të veçantë, po, para luftës ka qenë edhe funksionale shoqëria kulturore artistike, që ajo na ka tubu pjesën më të madhe të rinisë me shpreh talentin e tyre përmes këngës, edhe ndjenja adhetare patriotike, edhe si e veçantë është afërsia dhe komunikimi, sidomos bashkëpunimi i afërt mes njëri tjetrit. Bashkëpunimi edhe ma herët e cekët se shumica e objekteve që janë ndërtu, këtu janë prej vetë banorëve të fshati. Fal vullnetit mirë, fal dëshirës madhe për dije e për gjëra tjera, kjo ka ekzistuar edhe na ka ndihmuar neve ta kemi një afërsi dhe një karakteristikë që ju ashtu të dhe pyetjen që e dallon pe vendeve tjera. Faleminderit shumë kënaqësi për mua. Faleminderit edhe nga ju, ju përshëndes. Ishte një kënaqësi. Të dashur shikues të Kosova Tjetër, kaq kishim për sot nga fshati Rakaj. E ne bashkë shihemi nesër, deri atëherë tung tung.